Federata Shqiptare e Futbollit duket se ka bërë një lëvizje të rëndësishme për të ardhmen, teksa ka siguruar një po nga talenti 17 vjeçar Adri Mehmeti, i cili po shkëlqen me fanellën e New York Red Bulls në MLS. Një vendim të cilin edhe Federata e ka zyrtarizuar në mënyrë indirekte në ditën e parë të punës të trajnerit Rolando Maran në drejtimin e kombëtares. Në pamjet e publikuara nga Federata, shihet Maran teksa takohet me atë që do të jetë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë në radhët e Shqipërisë, Ervin Bulkon, të cilin do ta ketë zëvendës trajner, ashtu si të shumë të huaj para tij në stolin e kuqezinjve. Në zyrën ku zhvillohej ky takim, ishin 2 tabela ku ishin të rreshtuar futbollistë shqiptar. Në njërën tabel është grupi që cilësohet aktual i Shqipërisë, me lojtarët që kanë marrë pjesë në kualifikueset e fundit, apo edhe emrat që kanë rënë dakord që të bëhen pjesë e saj, siç është edhe Luis Hasa. Mes atyre emrave, bie në sy i shkruar me të kuqe edhe emri i Adri Mehmetit, djaloshi të New York Red Bulls, i cili në të kaluarën kishte veshur fanellën e U15 të Shqipërisë, për të kaluar më pas te ajo e SBA. Me sa duket, FSHF e ka bindur lojtarin, duke i ofruar mundësinë që të veshë menjëherë fanellën e kombëtares A, ndaj edhe emri i tij është vendosur për krah lojtarëve të cilët janë pjesë e grupit nga i cili Maran mund të zgjedhë për të përpiluar listën për miqësorët e qershorit. Gazetari sportiv Claudio Ndreqa ka dhënë lajmin e madh se talenti shqiptar Adri Mehmeti, në një prononcim të fundit në SBA, ka shprehur dëshirën për t'ju bashkuar kombëtares. Mesfushori 17 vjeçar konsiderohet talent botëror, ndërsa kërkohet nga Bayern Munich, PSG, Arsenal e shumë ekipe të tjera elitare në Evropë e më gjerë. Pjesë e skuadrës së New York Red Bull në SBA, para disa muajsh, Mehmeti i shënoi gol Inter Miami, para syve të Lionel Messit e Luis Suarez. Është nder të luaj për vendin që më rriti, por është krenari të luaj për vendin e gjakut tim dhe të origjinës sime. Kjo duket se është përgjigja që ka kthyer talentin Adri Mehmeti, i cili është më afër se kur për t'u bashkuar me kombëtaren tonë. Një lajm i madh, një lajm fantastik për Shqipërinë, teksa një prej talenteve më të mirë në SBA, ose ndoshta talenti më i mirë në SBA, është gati t'i bashkohet kombëtares shqiptare, u shpreh gazetari Ndreca. Një talent i madh shqiptar ka fituar vëmendjen e të gjithëve këta muajt e fundit, ku vetëm si 16 vjeçar debutoi në kampionatin amerikan MLS në fanellën e New York Red Bull. Bëhet fjalë për mesfushorin Adri Mehmeti, i cili u bë edhe më viral kur gjeti rrjetën ndaj Inter Miamit, skuadër tek e cila në formacionin bazë ishte më i miri i të gjitha kohërave, Lionel Messi, pranë legjendës së Barcelonës Luis Suarez. Mehmeti, tashmë 17 vjeçar, në një intervistë ekskluzive për Telegrafin, ka rrëfyer për herë të parë emocionet e debutimit. Ai thot se gjithnjë ka pasur ta ndihmoj klubin e fëmijërisë, pra ku ka luajtur që prej akademisë. Debutimi ishte diçka që e ka mondoruar që fëmijë, që kur isha në akademinë e New York Red Bull, dhe ëndra mu bë realitet fal Zotit dhe punës që bora çdo ditë në fushë. Vërtet ka qenë një emocion i madh, por e kam pritur këtë moment. Ishte arritje e madhe për mua dhe familjen time. Fillimisht, Mehmeti dhuroi 2 asistime në kampionatin amerikan, por golin e realizoi në përballjen më të mirë, pra ndaj Inter Miamit, aty ku ishte edhe Messi pranishëm. Golin nuk e prisja, por edhe ndeshja me Inter Miamin ishte e njëjtë si nëse cilën ndeshje për Red Bull, pra jap maksimumin për ta ndihmuar ekipin, ndërsa të shënoj gol është edhe më mirë. Jap të gjitha për ekipin që jam rritur. I pyetur për Lionel Messin, Mehmeti deklaroi se një ëndër ju bë realitet, megjithatë e pranoi se nuk arriti të bisedonte i vetëm me argjentinasin. Të luash kundër Lionel Messit është diçka e veçantë, ëndër e secilit futbollist. Adri Mehmeti konsiderohet si një nga talentet më premtues të datëlindjes 2009. Mesfushori po shkëlqen me New York në MLS. Për këtë, disa klube nga Europa kanë dërguar skautët e tyre. Real Madrid, Bayern Munich dhe Leipzig janë të interesuar për 17 vjeçarin. Leipzig gëzon i pari të drejtën e blerjes së Mehmetit. Gjatë kësaj kohe, në monitorim të situatës shfaqen edhe Dortmund, PSG dhe Arsenal. Mehmeti është titullar i padiskutueshëm me New York. Interesant është fakti se rreth 2 vite më parë, SBA e bindi për të lënë Shqipërinë e moshave. Mesfushori i talentuar gëzon të drejtën për të veshur sërish fanellën kuqezi. Vera pritet të sjellë zhvillime të reja për të.
Adoleshenti shqiptar Adri Mehmeti vazhdon të lërë gjurmën e tij në MLS dhe në natën e të shtunës, futbollisti 17 vjeçar ka dhënë provën e radhës në ndeshjen që New York Red Bulls kanë luajtur në fushën e Inter Miamit. Mehmeti, si zakonisht titular, zhvilloi një ndeshje të mirë në mesfush, por u bë protagonisti mirëfillt i kësaj sfide në minutën e 77 të saj, kur pas një goditje dënimi, u tregua jaftë që të çonte topin në rrjet, për të barazuar shifrat në 2-2. Ky ishte goli i parë në MLS për djaloshin shqiptar, i cili ka lënë përfaqësueset e moshave kuqezi dhe për momentin përfaqëson SBA-n. Një gol i cili la të shtangur edhe Lionel Messin, pasi për të dytën ndeshje radhazi, Inter Miami nuk ja doli që t'i gëzojë fitores së parë në stadiumin e ri, pasi disa ditë më parë, atë kënaqësi ja hoqi edhe Austini i Myrto Uzunit.